Një burr mërgjimtar mbante të njëjtën valixhe për 40 vjet. Në të kishte vetëm 2 gjëra, një grusht dhe një foto të nënës. Kur u plak, e hapi për herë të fundit, e nxori dheun dhe e hodhi mbi tokën shqiptare. E mbajta për ty, tha. Në atë çast, era fryu dhe fotografia ju ngjit në gjoks. Sikur nëna ti kishte ardhur për ta pritur në shtëpi. Ai u ul në tokë, pa forcë në këmbë, por me një qetësi që se kishte ndjer kur më parë. Në çdo rrudh të fytyrës së tij kishte histori. Çdo thinjë mbante një vit mall. Syti rëshitën mbi horizont dhe tha me zë të ulët. Pashë shumë vende, por asnjë që të më njihte si kjo tokë. Dheu i vogël që kishte mbajtur me vete. Tani ishte bërë njësh me tokën ku kishte lindur. Ai preku barin e njom dhe tha, tani më në fund, edhe unë kam ku të lodhem. Në mbrëmje, banorët e fshatit e gjetën të ulur aty, me fotografinë e nënës në duar dhe një buzëqeshje të lehtë. Asnjë fjalë, asnjë lëvizje, vetëm paqe. Në valixhen e tij të vjetër, përveç rrobave të zverdhura, gjetën një letër. Nëse dikush e gjen këtë, mos qani për mua. Unë s'isha i humbur, veç në rrugë për në shtëpi, që prej asaj dite, çdo mërgjimtar që kalonte andej, dalej për një çast, prekte tokën dhe thoshte, për të gjithë ata që s'u kthyen dot, sepse disa nuk mbajnë valixhe për udhëtime, mbajnë kujtime dhe një copë dhe, për të kujtuar se përkatësia s'ka kufi.